Thash, që kom pëlqyune? A një vjetë ma i ri se onë. Thash, a i fëmijë është për mu. Jemi ngrind. Po në kur kom shku te mami, vend si mami me mbrojt mu, e ka mbrojt ata. Është burr, i ka hije. Është burr, atë ka thonë, u kry. Mshelja, mami gjithmonë më ka po zipet, u kry. Edhe 100 martesa tjera. Mi bo, se ata nuk gjaj. Pilojna miliona anash, pilojna pak fëmin anash, po nuk të pyta shumë për bashkëshortin. Që shenë njëftu me bashkëshortin? Ka qenë e vështirë me fitu zemrën tone ai? Pa tjetër, me bashkëshortin jemi njëftu accidentally. Accidentalisht. Yes. Një shok, do me thonë që ka qenë gjatë fëmiris, i kemi pas lokaljet afer, ka ardhë, do me thonë për ditëlindjen teme, edhe ka marrë një shok me veti, edhe unë njoftum, kur gjas për ditëlindjen tem, kur gjas ndodhe, po mas ditëlindjes, po ai shoku po ta fillori ti ke pëlqy bla bla bla, thash çka kom pëlqyune? Ai një vjet ma i ri se on. Thash ai fëmijë është për mu. Thash unë 7 vjet, 8 vjet se na para lufte kemi kon shumë shrek. 7 vjet, 8 vjet, 11 vjet kemi pas. Gjithmonë kemi pas ata si kulturë me marrë një mashkull ma tjetër. Po po çka ka lidhje vjet? Ta me ma lyp ta motrën tem, ta unë ja kisha dhonë. Ta ai është djali i mirë bla 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 bla. Dashti Zoti. Sot I can proudly say, ai është bashkëshort I jetës, edhe 100 martesa tjera. Mi bo, se ata nuk gjaj. Pse po e thu kështu? Pse po e përkufizon me këtë farë forme? Ato e tha me plot zemrën, tregon, do me thonë, më të madh që një mashkull ose një femën mundet me bo, është kure when you pick and choose personin e jetës. Unë për veti kum ra bingo, këtë ma bojnë, ai është me fat. Ai është me fat, po unë shumë jam ma fat se ai që është me mu. Se unë jam shumë strict, jam shumë controlling, jam shumë agresive. I know my worth, po unë e kam the rules. Ai është ma chill, atina mi thonë Amerikan, nuk është enough. Se është 100% Prishtina Ali është shqiptar, po është aq chill, edhe shumë sukses, edhe në suksesin tim, do me thonë, ai shumë pas babit e kum pas shtyll, që e ka dit çka me më thonë, një fjallë e tina, edhe pse decisions in the end, unë e vetë. Ti vendos vetë. Unë e vendosi vetë, po pa izën e tina, pa e pyt, kur nuk vendose. Po besoj që këtë që janë të po për momentin, janë të thonë, tënë kjo femën, me këtë sukses, edhe me thonë që të fjali, pa izën e tina nuk bëj kur gju, nështë ta ka më kone pas zakant. Po, a ke pas të këta për familjes tonë që dush me ngu burin, a vetë që e ke ndje me ngu edhe me shku që shtojnë ana vijes që shtataj? Ndëgja, gjdo martes unë e bëj me 16-in korrekt e baj 20 vjet martes. Gjdo martes e ka që shtojnë këtu në herë, kemi thonë, për pjezët e porza. Do me thonë up and down. Okay? Është një sakrificë shumë e madhe, se ka pas raste për shembull që jemi ngrind. Po në kur kom shku te mami, vend si mami me mbrojt mu, e ka mbrojt ata. Kur shumë te babi ka mbrojt ata, gjithmonë, I was undervalued, për shkak se është burr, I ka hije, është burr, atë ka thonë, u kry. Mshelja, mami gjithmonë më ka po zipet, u kry. Mburna me atë kulturën para lufte. Po, qëta ka njop? Po që ma ka dhonë prend, edhe sot da dit që, ama edhe meriton, me plot zemrën e tham, e meriton. Është shumë qell, është shumë punëtor, 20 vjet martes, bigjaz, tradhti, hajni, kur s'm ka pru.